No, baci no, non esageriamo adesso. Mirëmëngjesi, tani këtu kemi, nuk e di mas vetë se qa. Wow, ma No, questo è sciolto. è troppo sciolto, Cindy. No, è quello che c'era prima, aspetta, guarda. Ah, ok. Cindy do dekoroja një tortë magjike. E she tortën? Ti do thush, wow, sa tortë e mirë, duket shumë e shijshme. Problemi është se është polistirol. është fake, nuk është tortë e vërtet. E tani Cindy do e dekoroje me ato, ku para roba lì, edhe me këto fjongot e kuqe. Qirin, ku i ke që në gjyrimore alla fine? Flori. E po sa e lehtë, sepse nga që është polistirol është jeti kuzhinieri. Oh! Brava! Si, va bene. Disi to me. Për ju që nuk e dini, se në fakt nuk e dini, s'keni qysh me ditë, po Cindy ka ditëlindjen me 25. Wow. Edhe tani, po dekoron tortën fake, sepse sot do ikim me bot sa foto që ti ketë gati për me 25. E sot do ikim me bot foto, po na u do të një tortë, që Cindy mund ta kishte bot tortën, se mu... Prej vërtetin. Esato, më ka thënë do ta bëj, po alla fine, s'ka bë. Tani e gjeti me dekoru tortën, jo me na bot drekë një herë. Super! Dai, carina. Super! Prisa do bëjmë edhe disa zemra të vogla të kuqe. Tani këtu mos e vini re që nuk ka mobilje. Sepse mami i Cindit ka një problem. Mundësisht është shumë e çuditshme që nuk ka heq hala divanin, sepse ka porosit një mobilje të re për dhomën e pritjes, por mobilja do vijen tetor. Ama asaj nuk i pritej edhe e hoqi mobiljen e vjetër, edhe tani kanë ngel kështu senet derisa të vije mobilja e re. Këto janë ble në Shqipëri, në Kruj, shumë cute, edhe kjo është ble në Tiranë. Pyetja e rëndësishme është, si thuhet asaj, gjezve? Gjezve? Apo gjezme? Unë i them gjezme, nërsa Cindy thot gjezve. Sa cute! Se Cindy provoj me i hedh kështu kolorante pak kremit bardh, pero ka dal shumë roz, ngrasim me këto që janë të kuqe, edhe kështu që s'bën, pero edhe kështu duket shumë cute, edhe qirin në ngjyrë flori, po a Mungon diçka pra. Mungon pak diçka, ndoshta ato lulet. Ato lulet. Nuk do ta shtyp papën. Ma sigur ti vesh, pero nuk ke mjaftueshëm me bë krejt rrethin, a? Nuk ke mjaftueshëm me bë krejt rrethin. Vetëm po i bune me pak distancë mes njëna tjetrës. No, però così è No, troppo. Se problemi nuk është ansores, është sipër. Okej, ka dalë shumë lezetshëm edhe me këto lulet tu. Tani është pak më e ngarkume se ishte shumë bosh. Tani do provojmë edhe me qirin sipër. Unë jam duke bëj edhe vlog nga telefoni për Cindin, edhe ngella këtu me kamera, me telefona në dorëshi. Me pikpamje të ndryshme. Unboxing. Asmërë. Gati, jemi gati. Vediamo. Oddio! Beh, nuk po i vendos gjatë tani, però shumë mirë duket. Na po drekën. Torta fake. E tani të mërë pash. Problemi më i madh i momentit është që unë kam urije, Cindy s'po din me na bë drekën. Me që Cindy është duke bë drekën, in teoria, edhe pse nuk e di, unë kam fillu me pakët serialin, L'estate nei tuoi occhi quhet italisht ose The Summer I Turned Pretty, edhe jam te seria e 3, ti bie stagione 3, season 3, se tash se dia se si thuhet shqip, duhet me pa episodën e 8, l'ultimo bacio. Është një serial që flet për një vajzë që ka rënë dashuri me 2 djem, okay, se nuk i ka mjaftuar 2, edhe problemi është që këto 2 janë vëllezër. Është shumë cute, është e lezetshme, edhe pse pak mund duket si absurde. Se nuk besoj që mund të ndodhi shpesh të bish në dashuri me njanin e pastaj me vllajën e tij e pastaj nuk din se cilin me zgjedh. Kjo është ajo budallja. Po pse më thu vjenje hala se ke vun tavolinë. Wow! Pak nga gjitha! Gota ime është kjo kur vite Cindy, sepse unë kam fiksim me pi ujë në gota plastike. Problemi është që Cindy dite që do vije se ka la. Tani laje. Juga i. Përregullën flokët, tuba make-upin, edhe po vjen njanica. Ciao guys! Ku is this diva? I kemi tregu lulet, non mi ricordo, nuk e besoj se i kemi tregu lulet, jo. Shi lulet, kemi shku i kemi marrë dje në Piacenza, te Regina di Fiori, po ju le Instagramin këtu e gjeni. Super cute, super cute, edhe janë nga to
Gjata, shi sa bishtin e gjatë e kanë. 1 metër bëti. Po, nuk s'kisha pa ndonjëherë që ekzistonin lule kaq gjata. Dikush po bën vlog, nuk na zën ascensori. Hai capelli? Devo mettere un po' davanti. No, ma sai che mi piacciono, guarda. Però forse devi prendere un po' più dall'alto. Dall'alto? Ho lasciato gli spazi perché secondo me dovrei andare più vicino, ma tu hai detto che puoi. Perché era bello fare un dettaglio da vicino. Vai ancora un pelino. Hai capito? Allora, io devo riprendere. Cos'è È che... Ma non è che se parlo non puoi fare le foto. Comunque kjo është makina ime e re. Nella spesa. A ju tregova pra që kjo ishte makina ime e re? Makina ime e re. Tani do Arsela do na jap një xhiro tani e do shikojmë si jep makinës. Oh, e qa makine! Nuk është vërtet makina ime e re, nuk besoj se ishte nevoja me specifiku, thjesht jemi duke bërë ca foto për ditëlindjen e Sindit, edhe kishim tu si që tregova tortën, lulet, edhe kaq. Përshëndetje, ditë e re sot edhe ja kush është te vlogu im që keni kopa e pa Lisën. Edhe ku kemi ardhur në një vend ku unë kam festu ditëlindjen. Kurse do të ta tregoj. Lëm fatin. Në bingo i kena një 12 euro për t'i harxhu. Do t'i bëjmë rushe kumlla këtu te bingo. Mrapa ju tregojmë po nëse kena fitu ndaj sen. Apo jo. Sepse non abbiamo mai avuto fortuna. S'kena pas fat ndonjëherë me fitu. Ma nëse s'ka dritë. Dashuri, fati është shumë dashuri ambicioz. Po s'puja po që unë se pata kur janën. As ambicioz, as në dashuri. Po vetë s'foli. Ti mos fol. Po ti drejtë s'po fitu. Adesso do bëjmë një lek. Jam e sigurt e ndjej. Hajde bëni bismillah. Po fol një minore në prapë. 6, 7, 8, 9. Adesso vengo per converso 4 euro siete voi? Cosa? Questa fila 4 euro, mezza 2 euro. Daci una fila. 4 euro. Fai tu pasurin ton. Nove. 33. Chiamo Giulia, verifichiamo per quale numero? Ma jepni ne, që na duhet me këtë Sephora. 5. Chiamo Vigo, verifichiamo per quale numero? Arsol. Për një numër. Kena me fakte do me thëmë. 27 mundësisht ishte tavolina jonë të Merku. Sì, buona, Giulia, E sta sot i fat gjithsesi. Ndoshta nëse nuk regjistrojmë kemi fat. Loja e fundit, shohim apo fitojmë në lojën e fundit. Sot kemi një ditë të ngarkume. Edhe as vetë se di nga me Janis. Me të vërtet ky llaku më kujton Shqipërinë, dasmat, nuk bën. Nuk është shumë i blefshëm. Se nuk i manë flokët, si duhet i maje. Nëse gjithsesi duhet me shku me blet sa budalliqe, duhet me kalu te mekaniku, duhet me la makinën, të paktën vetëm pak nga jashta, i kemi ca punë. Kam pa një laps të Sephora për sytje shill, edhe du me e ble direkt. Kam vesh bluzë me manë gjata sepse nuk po kuptohet moti. Në darkë i herë është super ftohtë, nuk rrihet nëse s'vesh bluzë me manë gjata, ose një gjub, ose diçka. Edhe nëse jeni në këto zonat e Milanos, e dini edhe ju që ka ftohtë, i marroj Vera. Vera ka marru zyrtarisht se tani jemi në, si quhet kjo stina, në vjesht. Ky llaku bën vetëm për me i kap flokët. Ama nëse i he bë kaçurela për shembull, nuk e di, nuk e manë shumë kaçurelin si llaku tjetër që kam qef. Okej, let's go! Përsëri duke pa Modern Family. Duket e kam thënë edhe herë tjera që seriali im i preferuar, Modern Family. Kjo mund t'jetë hera e 6 ose e 7 që jam duke e pa. Te mekaniku nuk u zgjidh asnjë sen, kështu që hym te Tigota. First thing, m'duhet kjo qera. Nuk do marr shumë nga kjo qera për depilim, sepse ka mundësi të bëj lazer. Gjithsesi nëse do bëj lazer do të marr me vete dhe do t'i tregoj gjitha. Hala nuk e di. Ja, llaku Intesa kushton pak në krahasim me të tjerët,
Po prap nuk e ka mbajtjen si ky tjetri. Ky Splendor është super. Ky është mbrojtësi nga nxehtësia, kështu që do marr një nga këto. Marrim këtë me roz. Fissaggio iper forte, do me thënë që supozoj të jetë shumë i fortë. Edhe me mbaru shoppingun më duhet një deodorant. Mundësisht ky që ka në ofertë ky roz që më pëlqen mua. Kështu që pse jo. Ndalesa e fundit për shopping, një qendër tregtare. Sepse mbas kësaj ndalese shopping basta. Duhet marr një palë vadh. Jo një palë, po kam 3 vrima këtej, edhe 2 këtej. Edhe më duket sikur po mbyllen, kështu që duhet me ndërhyj direkt. Edhe a kisha mujt mos me hyjt te Sephora? Vediamo është. Ja ku është. Ky është ai që duan. Inshallah ka. Mënyrën se si bie drita, dukem me vaj. Gjithsesi tani fillon një sezon i bukur. Sezoni i hurmave. Këto janë hurma me fara. Janë pak vështira me u gjetë të mira. Të një supermarket Iperal quhet që e kemi ne këtu afër. Janë gjithmonë sa hurma që quhen Kakomela, po. E ka një emër tjetër me ditë se janë pa fara, po janë tamla breva. Parsimon. Këto hurmat parsimon janë edhe pa fara, po edhe tamla, jo nga ato që t'lajnë atë lesht. Nëse kjo dallohet që është e mirë se shifen ngjyrën. Përfundim lapsin te Sephora nuk e gjeta. Edhe kam telefonuar edhe 3 Sephora të tjerë, nuk e kishin, sepse ishte një laps viral. E si duket e kanë marrë gjithanej. Është një laps i ri jeshil. Po supozohet bëje me u duk syt ma jeshil prap. Ora 10:30 do ha këtë hurmën edhe direkt për gjumë. Nëse ndoqët deri këtu video, mos harroni që kemi edhe rrjetet tjera sociale, Instagram, TikTok, që duheni me ikë me bë follow, edhe shifemi në videon e radhës.